Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. Si fillim, më lejoni të ta bëj falënderimin për sponsorin gjeneral, i cili është Joni Ranç, që ndodhet në qytetin e Kamenicës, e që ju ftoj që të shkoni dhe ta vizitoni, sepse është njëri nga vendet më të bukur që mund të shkoni edhe me familjen e juaj. Po kthehem tek mysafiri për sonte. Unë kam kënaqësinë dhe nderin ta kem Amir Rexhepin, që vjen për herë të parë në Thuhet, për me nda diçka nga jeta e tij, ajo private dhe ajo publike. Kështu që kam kënaqësinë dhe nderin ta kem në një studio ballë për ballë. Amir, faleminderit që erdhe dhe faleminderit që i the ftesës po. Kam insistuar me thënë të drejtën. Faleminderit Labe, po me kënaqësi e pranova ftesën me qenë pjesë e emisionit Thuhet. Pra një format pak më ndryshe nga ajo që jemi mësuar nga përditshmëria jonë, që japim intervista për televizionin e ndryshme, për tema tjera, po për këtë format është hera e parë që e pranova me kënaqësi më të madhe ftesën. Faleminderit shumë. Unë e di që nuk është që preferon shumë me dalë në media, me thonë të drejtën, pavarësisht atyne daljeve, prononcimeve që je për çështjen e politikës, që unë pak di, por që prapë jam i lidhur me juve. Kështu që pse ke vendosur mos me dhënë shumë intervista? Apo nuk e ke pasur shumë të arsyeshme me dalje dhe po intervista po për temat të cilat ja vlen me të vërtetë të diskutohemi, domethënë edhe të prononcohemi temat të cilat janë interes edhe të komunitetit publikut, pra temat që me të vërtetë duhet me u trajtu, për ato domethënë nuk hezitoj mirë, po për pjesën tjetër nuk e kemi pasur që... Jo, me thënë të drejtën, kjo është intervista jote e parë që ti del në një format si Thuhet për me nda edhe jetën private. Tash, duke qenë fytyrë publike, sigurisht që edhe ka interes me di se kush është Amiri. Çka bën Amiri jashtë që asaj politikës së madhe që e keni ndërtu nga dalë. Po në kësha dashur sonte që me fillu me folj për fëmijërinë tënde dikur, Amiri vogël dikur me ëndra të mëdha. Filloj me folj mbi fëmijërinë tënde, du me kthy sonte goxhe mbrapa. Po na kthen mbrapa shumë. Shumë. Besoj është pjesa më e rëndësishme jona. Më e bukur, pjesa më e bukur e jetës definitivisht është fëmijëria. Si fëmijë kemi pas, domethënë, një jetë të mirë, kemi jetuar në fshat, domethënë kemi lindë aty, jemi zhvilluar aty, jemi shkolluar në fshat, pra një fshat që ka dhënë shumë personalitete, për shembull fshati Koshare ka dhënë një figurë siç është Sif Kosharja, pra kontributi i tij është shumë i madh, sidomos në periudhën e lidhjes së Prizrenit. Pra ne kemi lindë në fshatin Koshare, jemi shkolluar aty, si rini kemi pas një rini mjaft aktive, jo së kjo rinia e kohës së sotme që janë gjenerate e smartphoneve, internetit, që shumicën e kohës e kalu në internet, jo në kohën e kemi kalu në shkollë, përveç shkollës jemi marrë për shembull me, po thëmë, aktivitete sportive ma shumë, po domethënë nuk ka mungu dhe kjo pjesa tjetër se ne kemi jetu në fshatë dhe jemi kujdes edhe për bakti, domethënë këto e thëmë me shumë knasi, domethënë rinia jonë ka qenë shumë aktive, domethënë sa jemi kthy prej shkollës, jemi marrë me sport, domethënë kemi dalë me shokët e lagjës, kemi luajtur futboll, një rini me plot kuptimin e fjalës shumë aktive. E çka të kujton kjo periudhë? Disa detaje të rëndësishme, ku e the që kemi dalë edhe me bakti, kjo është shumë e bukur. Po. Besoj që është edhe një shkollë në vetë Amir. Shumë, po. Domethënë kjo ka ndikuar pastaj edhe në formimin e personalitetit tonë, domethënë po du me ndonë një rast me ju. Për shembull, gjatë kohës pushimit veror, ditën e kemi nisë, sigurisht, dhe me thonë, turi kemi lëshu baktit në fush, për thonë, edhe jemi kthy në shtëpi, kemi shku në për pishina, atëherë për shembull ka pas pak pishina, po ai udhëtimi jo në bo me bicikleta, jo sikur tash me vetura, me skutera, do më thonë, na kemi shku me bicikleta, është e një orë pishina e në Redimes, për shembull, na prej Kosharës me bicikletë kemi shku deri në Redime, edhe është dashur me u kthy pastaj se edhe për kohën e pasditës me lëshu baktit, kështu që kjo rinia jonë ka qenë shumë aktive, do më thonë, të kohën, derisa ka ardhur terri edhe jemi fut brenda në shtëpi. Çka ju ka mësuar pastaj kjo pjesë tjetër? Shumë, e thash, ndoshta kjo është ajo pjesa që kanë... E dashnisë mes vete? Po, jemi dash shumë, do me thonë, kemi qenë shumë të lidhur, do me thonë, koha e para luftës është ajo koha, ndoshta periudha më e bukur e jetës tonë, shtëpia me plot musafir, me daje, nipa, e mbesa, që fatkeqësisht sot nuk janë,
sot kemi shtëpi të bukura, po s'ka. Janë të thata. Janë të zbrazta. E kjo është shumë e keqe si shoqëri, sepse na kemi jetuar me një periudhë krejt tjetër, e ndoshta ky tranzicioni nuk na boni hajër neve si shoqëni, domethënë dikaj negativisht, fatkeqësisht, po ajo pjesa e paraluftës është pjesa ndoshta më e bukur e jetës sonë. Po si fëmijë dikur i vogël besoj ke qenë shumë i dashur që shje dhe sot me gjithë na që të njohim nëse guxoj kështu me thonë. Po si I fëmijë. dashur edhe shumë i qashur me të tjerë, domethënë qatë shumë ki qasje të bukur dhe të mirë me të tjerë, sa që shpesh herë më jep përshtypje. Po si fëmijë. A ndoshta që ke jetuar në një fshat, në një rreth më gjon, në një rreth ku është dhënë dashnia. Sigurisht, unë vij nga një familje që, domethënë, jemi si familje kogja e madhe kështu. Domethënë me nipa, me sa dojt, domethënë djemtë e axhës e kështu, domethënë familje e madhe dhe kjo ka ndiku pastaj edhe në zhvillimin e karakterit, domethënë si person. Duke dhënë dashni, po të njëjtën kohë edhe duke marrë shumë dashni edhe nga familjarët, nga kusheret pastaj, domethënë kështu me radhë. Interesante, jeta në fshat besoj është shumë e bukur. Shumë e bukur. Unë nuk e kam përjetuar Shumë e bukur, ata që se kam përjetuar nuk kanë që ka me tregu mirë, po ne që kemi përjetuar atë periudhë ka qenë periudha më e bukur. Unë kam një fotografi të fëmirisë, unë kam, besoj që regjia e ka gati edhe kam mujt me marrë, edhe pse nuk ka që shumë ju postoni edhe fotografi edhe jashtë petku të personalitetit emrit që keni në publik. Është interesant një fotografi që cilën unë e kam marrë, një fëmijë i vogël me disa si në karë, po më duket diçka ka qenë. Ka mundësi. Kjo? Po kjo është një fotografi në shkollën fillore, unë jam aty në anën e djathtë i pari, po. Kjo fotografi flet shumë, do të thonë gjatë kohës së programeve kur organizonin në shkollë, edhe ne merrnim pjesë, na përzgjedhnin mësuesit tanë. Këtu ka qenë sigurisht kori i shkollës, po, domethënë kur është mbajt dita e shkollës ose festa e flamurit, ka qenë shumë interesante lobi, sepse për këtë program dikon një muaj është dashur përgatitje, domethënë çdo orë mbanim përgatitje, zakonisht përgatitja bëjnë në orën e gjuhës shqipe, në mënyrë që ditën kur do ta prezantonim të delte sa më bukur, po përndryshe nëpër këto programet ka marrë pjesë vazhdimisht programet e shkollës në gara të ndryshme që janë zhvilluar komunale, regionale, domethënë kemi marrë pjesë si nxënës, domethënë, po përzgjedhja gjithmonë është bërë nga mësimdhënës, ata domethënë e kanë bërë këtë përzgjedhjen, se kush. Domethënë pasi pa talent për diçka. Po këtu talenti ka qenë me këndu, po kështu se kom provu kur. Asnjëherë nuk e kom provu, as më morë. Për me këndu, Amer? Jo, nuk, po. Këtu ka qenë krejt tjetër, domethënë. Mirë, po të pyetje edhe sot. Jo, nuk menoj që kam talent me këndu, as nuk kam provu, as kam marrë guximin e herë me provu me këndu. Kështu që ka qenë një pjesë, domethënë këtu jemi në shkollë fillore, nuk e di, klasën e 7 ose 8 nëse nuk gaboj, domethënë kemi bërë këtë prezantim me shokët edhe shoqet e klasë. Kujtemi bukur. A mban mend dikon prej tyre, a i ke mujt mi pa ndonjëherë apo? Po, i mbaj mend, këta tash shumica, domethënë janë martu, kanë kriju familje, disa nuk janë në Kosovë, jetojnë jashtë vendit, domethënë për arsye dhe rrethana të ndryshme, po për ndryshe këta kryesisht i mbaj mend, domethënë. Po i mbaj mend, po se jemi të njëjtit fshat, domethënë aty edhe kemi kaluar shumë mirë, edhe kjo shoqënia jonë është rujt pastaj edhe kështu pas përfundimit të shkollës. Kujtemi i bukur. Nështë nuk je dhe shumë fotografi, sepse unë edhe të pyta, po nuk është i këto e mora. Fotografi po, nuk kam fotografi të kësaj periudhe shumë pak, do shta kjo ka qenë dikon e publikume nga shokët e klasës ose shokët që do më thonë që e kam publiku, për ndryshe jo shumë fotografi në këtë periudhë të fëmirisë, jo. Të regam rrugën drejt dijes, ma ndej. Po lobi, unë si që përmenda në fillim, do më thonë në Koshare kam linë, fshatin Koshare, aty e kemi fillu shkollimin, shkollën fillore kemi përfundu në shkollën e fshatit, pastaj shkollën e mesme në gjimnazin ku vendi Arbrit në Ferizaj, dhe
pastaj kemi vazhdu studimet në Fakultetin Filozofik, Departamenti i Historisë, domethënë niveli bachelor, pas e kemi përfundu bachelorin, kemi vazhdu edhe studimet master, ku i kam përfundu po të njëjtin fakultet, domethënë në Fakultetin Filozofik. Po gjatë studimeve, a ke pas një krah të fortë që ty të kam mbështetur, sepse studimet për një me janë pjesë edhe pjesa më e bukur e jona. A ka qenë dikush një krah i fortë i Amirit që e ka mbështetur gjithmonë? Po. Përpos familjarëve, besoj miqve. Ai që na ka nxit me studiu, me u shkollu, ka qenë babaj im i ndjeri, i cili tash nuk jeton, domethënë ai ka qenë shtysa më e madhe, domethënë që sepse vetë në atë kohë ishte shkolluar me mundësitë që i kishin, domethënë edhe dinte rëndësinë dhe vlerën e shkollimit, kështu që ai insistonte me çdo kusht që ne të shkolloheshim, të regjistroheshim nëpër fakultete dhe të vazhdonim shkollimin, sepse vetëm përmes shkollimit, domethënë mund të me arrit ato synimet të cilat i ke, po dhe mund të pavarësohesh nga prindërt për shembull. Ai, domethënë, ka qenë arsyeja dhe motivi kryesor që ne kemi vazhdu shkollimin. Po pjesa e studimeve është një pjesë shumë e bukur, e dim gjithë, domethënë ata që e kanë përjetuar. Përndryshe unë edhe si student kam jetu në Prishtinë, e kemi jetu në konvikte, e në konvikte aty bëhet një jetë e njëjtë, domethënë gjithë studentët e kanë hallin e njëjtë, është ajo koha kur vjen koha e provimeve, domethënë që gjithë futen nëpër biblioteka edhe të konvikteve, po edhe bibliotekë kombëtare, është një pjesë shumë e bukur e atyre që dëshirojnë të studiojnë. Unë ju kisha rekomandu që për me ndi vetën tamam student, është mirë që shkojnë edhe të banojnë në konviktet, domethënë që janë në Prishtinë, sepse veç ashtu e ndin vetën tamam student, domethënë sepse bojnë gjithë një jetë të njëjtë ashtu, domethënë i kanë brengat e njëjta, hollet e njëjta, kështu që është mirë që ta provojnë edhe atë jetë, domethënë jetën studentore. Përmende edhe humbjen e babës. The që ka qenë mbështetja jote më e madhe që nuk diskutohet, se cili e prind besoj që e bën më të mirën për fëmin e vet, por humbja e tij çka të mësoj? Edhe që she përjetove, besoj që nuk ka qenë e lehta, edhe kjo pjesë duke ditë që janë disa njerëz në jetë që për një me na mbajnë gjallë, edhe kur ikim prej kësaj botës, shpesh herë mendoj që sikur na i thejnë nga një krah. Po, është shumë e vërtetë. Humbja e babës kalon një zbrastirë shumë të madhe tek unë. Domethënë, na me gjithçka ishim mësu, por nuk ishim mësu me humbjen e tij. Domethënë, ende nuk ishim përgatitur si fëmijë ti që ta humbnin ju ndoshta në një moshë të re. Po them në një moshë të re sepse ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare, po kjo është prindje, prindë me në fakt nona dhe babi. Babi nuk jeton më, që 2 vite ka ndruar jetë. Është humbje e madhe, padyshim, është ajo arsyeja, domethënë që ne sot e vujmë mungesën e tij, sigurisht që kur vijnë festat, vrehet mungesa e tij në çdo gëzim, domethënë na nuk e përjetojmë çu që kemi përjetuar më herët, për shkak që e ndim mungesën e madhe. Prindi, domethënë babi, kalon një zbrastirë shumë të madhe në familjen tonë. Edhe nuk është më ai rendi familjar që ka qenë më herët, këto po them për herë të parë. Pas vdekjes së tij ka qenë një periudhë që unë nuk kam dalë as në media, as në paraqitje publike, kështu e kam vujt atë pjesë goxha shumë, humbjen e babës, mirë po kjo është jeta Labi. Po. Kjo është Njeriu edhe mësohet edhe me dhimbjen. Padyshim që mësohet mirë, po është vështirë me e pranu humbjen. Është vështirë me e pranu, ata që e kanë përjetu, e kuptojnë dhimbjen cilën e ndin familjar. Qa me bo? Çka të ka lënë babi? Cila është këshilla, mendimi, sugjerimi që e mbon si aset të rëndësishëm? A ka diçka që ti e mbon me shumë fanatizëm? Babi gjithmonë na ka këshilluar që të sillemi mirë me njerëz, të respektojmë njerëz. Nëse kemi mundësi t'ju bëjmë mirë njerëzve, domethënë në çfarë do forme, domethënë nëse dikush vjen edhe të kërkon ndihmë, ti ndihmoj, domethënë nëse ke mundësi. Domethënë kjo është ajo këshilla që na udhëheq edhe gjatë jetës. Mundohemi që ta ndjekmi rrugën e tij edhe pse shumë e vështirë. Ka qenë një person shumë i afërt,
edhe në fshat aty, edhe në shoqëri ku ka punu, me thonë, edhe sot takojnë njerëz që më nolin në rrugë edhe më flasin për punët e tij, për veprat e tij të mira që i ka bën, gjithandaj ka shku, sepse edhe profesionin e ka postë atill që ju ka ndihmu njerëzve, ju ka shërby njerëzve, kohë pa kohë ka dalë, domethënë i ka ndihmu. E kjo pastaj, domethënë edhe neve si fëmijë na bën krenar. Domethënë sepse veprat janë ato që jetojnë përgjithmonë, domethënë edhe pas vdekjes jetojnë fjalët e mira, e mendoj që ne duhet kemi kujdes se si po e ndërtojmë historinë tonë, sepse historia, domethënë, njëherë shkruhet, andaj duhet kemi shumë kujdes se si po e shkruajmë historinë tonë personale. Shumë e bukur kjo, por mbas humbjes së babës, besoj që je lidhur edhe më fort me nanën. Po, tash e kemi nanën. Po nana ende nuk mundet me u pajtu me humbjen e babës. Është sepse ka qenë shumë e lidhur me babin, edhe çdo ditë e kujton, çdo ditë, domethënë flet për të, për punët e tij që i ka bën, domethënë nana e ka përjetuar më së rëndi humbjen prej babit, domethënë që ka ndru jetë babi. Nëse, po, të largoj pak për kësaj situatës që është shumë emocionuese, po përbesë është pjesë goxha e rëndësishme, sepse ju e tha që janë shtyllë e fuqishme, pavarësisht që ka ikë babi prej jetës, mendoj që gjithmonë ka më mbet një njeri shumë i rëndësishëm për juve, për ndërtimin e asaj që je sot. Ndoshta nganjëherë edhe na obligojnë disa njerëz që të jemi edhe më të mirë, duke ditë ju e tha që marr fjalë shumë të mira për babin nga të tjerët. Kjo ndoshta të obligon që me qenë ti edhe më i mirë. Apo jo? Po. Thash, ajo është krenaria më e madhe, krenaria që mpush dhimbjen. Po. Më thonë, kur merr fjalë të mira, komente të mira prej njerëzve që e kanë njoft nga afër, që kanë punuar me të, njerëzve të cilëve ju ka kry shërbime, punë të ndryshme, domethënë ajo është shumë me vlerë, domethënë që nuk paguhet me kurrë. Paguhet me asgjë. Po dalim po flasim pak edhe për pjesën tjetër ku domethënë u fute edhe në politikë, mas në arsim, gjitha nga pak. Unë fillimisht jam punësu në arsim, pastaj kjo puna e arsimit na i ka mundësu me u marrë edhe me politikë. Punën cilën e bëj me shumë qef. E ke mision? E kam ma shumë se mision, sepse është një punë që lidhet me gjeneratat e reja. Mendoj që kushdo që e kap ditarin me dorë, ka një përgjegjësi shumë të madhe. Sepse, domethënë, puna jonë lidhet me gjeneratat e reja, edhe e kemi obligim që ata, domethënë, t'i edukojmë mënyrën më të mirë të mundshme, domethënë, të ofrojmë më të mirën për ta, në mënyrë që ata pastaj t'i shërbejnë këtij vendin, pozicionet të ndryshme, në forma të ndryshme të kontribojnë për ndërtimin e shtetit tonë. Është interesant një detaj që ju keni mësu në atë shkollë e mandeni bo drejtar? Po, në shkollën ku kam mësu, aty kam fillu me punu, për herë të parë. Interesante kjo pjesë? Po, shumë interesante, me mësuesit cilët më kanë mësu mu, jëmë bo kolegë pasaj, ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme, cilët i përshëndes shumë, kemi kalu shumë mirë, kam mësu shumë prej tyre, me thonë në aspektin pedagogjik, kam përfitu nga ta. Tani kam pas fatin që me udhëheq edhe me shkollën e fshatit, ku gjatë asaj periudhe e kemi pas një angazhim të përbashkët, edhe kemi arrit që t'i kryjmë disa punë të mira aty në shkollën e fshatit. Mendoj që kjo është obligimi gjithë secilit, që të kontriboj për komunitetin, për fshatin e tij, për shkollën ku është shkollu. Ne mendoj që kemi arrit, aty kemi bërë disa punë të mira, mirë, po gjithmonë ka vende për me punu edhe më tepër. Besoj që nuk ka qatë lehtë për me punu në arsim, sepse unë e kohë të fundit po e shoh se nuk isha ashtu që duket. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Projektet e mia po e shoh nëpër shkolla që është goxha punë e madhe. Po, ti ka shumë labi tash e ke një uri rreth asaj se çfarë ndodh në shkolla. Kemi nxënës të ndryshëm, karaktere të ndryshme, nxënës tash sfundmi
që kanë probleme të ndryshme, kanë probleme në familje, pastaj ato i transmetojnë, i përcjellin edhe në shkollë, ajo vrehet, domethënë, edhe shfaqet edhe në mësim. Po na mundohemi gjithmonë që të gjejmë mënyrën më të mirë që të qasemi edhe të bashkëbisedojmë me ta, bashkëpunojmë me ta ngushtë në mënyrë që të nxjerrim më të mirën të mundshme prej tij. Unë fatmirësisht punoj me një gjenerat që është më e rritur, domethënë, edhe ata janë më të kuptueshëm këtë drejtim, mirë po janë në periudhën ku e formojnë personalitetin e tyre. Edhe ne mundohemi që të kontribuojmë sa do pak. Në këtë rast me të pyet, po kush është fajtor këto? Mësimdhënësi apo nxënësi? Në fakt dikur unë kam menduar që mësimdhënësi është fajtori. Tash duke i pa gjanat për afër, duke i prekë shoh që juve ju lumt. Juve ju lumt se unë edhe me shako nga njëre them që kur njës kisha me punu në arsim. Përgjithësi shumë e madhe. Shumë përgjithësi e madhe. Sa që nuk e di, ç'është punë ju? Është përgjithësi e madhe, është punë. Gjithçka ka ndryshuar sot. Shumë të madhe ka ndryshuar, sidomos teknologjia ka arritur që ta ndryshoj shumë edhe cilësinë. Edhe me dëmtu. Cilësinë e arsim, me dëmtu, po, sigurisht. Nuk po du ta hedh fojin askund, po unë shpesh herë them edhe me kolegë kur diskutojmë, duhet funksionojë ai trekëndshi. Po. Prind, fëmijë, mësues, mënyrë që të nxjerrim më të mirën të mundshme. Nuk mund t'i fajsojmë fëmijët, sepse fëmijët janë në një moshë ku ti nuk mund t'i... Kemi qenë edhe vetë në atë periudhë. Gjykosh ata për veprimet cilat i bëjnë. Domethënë, ose po ajo është familja, domethënë që duhet një angazhim pak më të madh, në mënyrë që fëmia i tyre pastaj të arrijnë atë rezultatin që dëshiron edhe familja. Këtë çfarë, domethënë sepse në kohën që ne po jetojmë është shumë e vështirë. Në fakt dikur ka qenë pak më ndryshe, nëse edhe për një notë, domethënë prindit ka bërtit të shtëpia, po sot prindit shonë vërtet ju në këtë rast. Se ja ke marrë telefonin. Ose pse ja ke lënë. Pak me shaka. Po kjo është evidente. Unë shpesh herë them në takimet me prind që i kam labi, ju them që më shumë duheni me u angazhu në edukimin e fëmijëve t'ju, në sjelljet e tyre, sepse në fundit mësimi, domethënë, sa ka kapacitet ai, domethënë, është kjo, si themi ne, dhe puna e Zotit sa i ka dhënë dije mirë, po sjellja e tij, edukata e tij është edhe pasqyrë e familjes. Aty fillon gjithçka. Aty fillon gjithçka, domethënë, prindrit fatkeqësisht sot nuk po angazhohen aq sa duhet, nuk po merren me fëmijët e tyre aq sa kanë nevojë, domethënë do duhet një përkushtim shumë i madh i tyre, në mënyrë që mos të kemi këto probleme të cilat po ndodhin sot, ne po shohim nëpër media probleme të ndryshme, nëpër shkolla të ndryshme. Vrasje, bullizëm, gjithçka tjetër. Mendoj që duhet një angazhim më i madh edhe institucioneve, padyshim, të cilat e kanë pjesën e përgjegjësisë së tyre, po edhe prindërit duhet të angazhohen më shumë me fëmijët e tyre. Sa më pak me i lënë nëpër telefona, sa më shumë me i angazhu nëpër aktivitete ndryshme, sepse ata të qenë të angazhuar nëpër aktivitete e kanë të pamundur që të merren me punë të tjera. E kështu që kjo është një mesazh për gjithë prindërit që përkushtohen të kenë një angazhim pak më të madh me fëmijët e tyre, në mënyrë që pastaj... Mos me ardhë drejt edhe te e keqja në fund ditës, po në ditës Amer gjithë jemi nga pak fajtor. Mendoj që secili jemi fajtor pak edhe... Kemi atë pjesën e përgjegjësisë, nuk mund të ikim fajin. Edhe mendoj që edhe në media duhet me pojtë sa më shumë pjesë e arsimit. Po, fatkeqësisht se nëpër media tona shumë pak transmetohen emisione edukative. Shumë pak, më shumë ju jepet hapësirë strukturave ose emisione të cilat janë pak të rëndësishme për fëmijët tanë, nuk janë nevojshme ato pamje për një fëmijë të moshës 10 vjet, 12 vjet, domethënë, ai nuk do të duhet diskutante për Big Brother. Është e dëmshme. Është e dëmshme. Domethënë, ai do të duhet me diskutu tema të cilat janë të natyrës së tij. Po tema sa më shumë edukative, arsimore, në mënyrë që të përfitojnë fëmijët tanë, sepse ata janë e ardhmja e këtij shteti. E ne e kemi përgjegjësinë që ata të edukojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. E sigurisht që një rol të madh këtu e kanë edhe mediat. Mendoj që pjesa strumbullore që më thonë gjithashtu është edhe puna e medias, që çka servan, çka jep edhe
çka e formëson maslina për me përcjell te publiku. Në fakt, se cili emision, se cili media e ka strukturën e vetë edhe mundon është për shkak klikimeve, po është e natyrshme. Në fund ditës duhet jemi të ndryshëm, jo të jemi të njëjtë. Në shkollën ju keni bërë shumë punë të madhe. Unë e kam marrë edhe një fotografi që regjia e ka gati, qysh ka qenë edhe qysh është tash. Po, kjo është në shkollën e fshatit Koshare, shkolla dëshmorët e fshatit Koshare. Ka qenë investim? Po, është një investim këgja i madhë këtu, një punë që ishte nevojë urgjente të bëhej, edhe këtu e kemi arrit fal një angazhimit përbashkët, dhe më thonë që kemi kërku nga organizata tika që të vi fillimisht na vizitaj ta shet gjendin se çfarë është, po ata kur kanë ardhur dhe kanë pa se në çfarë gjendje ka qenë shkolla jonë, dhe kanë fillu me një herë që t'i zhvillojnë procedurat për me e rregullu shkollën, sot shkolla e ka këtë pamje, bëllëm duket edhe ma bukur, i kanë tabelat shumë të avancume, me projektore, dhe më thonë gjithë shka që i nevojitet një shkolle, unë e pa modestia thëmë, për ndryshe, shkolla e fshatit Koshare është shkolla më e bukur në komunën e Ferizet, cila i ofron gjitha kushtet për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Shumë mirë, ju lumë për punën, po aktivitete, a mani aktivitetet me... Po, pa dyshim, këtu organizon aktivitete shkollore, kryesisht, dhe me thonë, po shkolla edhe nxënësit, dhe me thonë, vazhdimisht shpërblehen për pjesëmarrje në gara të ndryshme, dhe me thonë që kjo është edhe në rezultat i punës si mëdhënësve. Po, së falni për temat të cilat na i përmendëm më herët, së falni për këto negative. Apo, nuk po të më ngusë shumë, po. Përveç, jem shumë i sinqert. Sa falni për këtë pjesë? Sa falni? Po, sa falni për këtë pjesë? Për dhunën, bullizmin, ka shumë tema a merë për me folnjë për shkolla edukative. Tu kam punu labi 5 vjetë në shkollën, tash jem me një shkollë tjetër, po asë një herë nuk mungojnë ato ligjeratat cilat janë dëbishme për nxënës. Me thonë që sa do pak se sëllim si mëdhënës angazhohet që ta jepat kontributin e ti, mënyrë që të ndikoj tek nxënësit, sidomos të dukurit negative që janë, dhe me thonë, është një angazhim i madh dhe i mësimdhënësve, sepse vetëm kështu mund që të ndalim këto dukurit negative dhe të ndikojmë që mos të përhapen këto pastaj edhe tek pjesa tjetër e fëmijëve. E kuptoj. Po dalte pjesa më e rëndësishme që ju e keni politika. Sonte kom vendosë mos me ngacmu, po tash mish, po jemi në një vend që duhet mu përgjigj, jemi sy në sy. Se vendosë me hinë në politikë? Arsyeja pse kom hinë në politikë... Ka pas diçka? Një shkak? Arsyeja ka qenë që dhe ne të japim kontributin tonë, të angazhohemi. Këtë angazhime kemi po përmes politikës që të hymë garës për kuvend komunal edhe kështu që të kontribuojmë pastaj fillimisht për komunitetin ku jetojmë, po edhe për pjesët tjera të qytetit edhe të fshatrave të komunës tonë. Unë mendoj që është kjo forma, po ka dhe format e tjera mirë, po... Po, është një formë goxhe rëndësishme për me kalu aty ku na dojmë. Po, ku na synojmë. Po. Kuvendi komunal është një mundësi ku ti mund ngritësh shqetësime, probleme të ndryshme, sepse ka aq shumë probleme të cilat nuk shihen, nuk dëgjohen mirë, po përmes deklarimeve të ndryshme ti shpeshherë arrin që edhe ato probleme pastaj ti sanash, ti zgjedhësh, domethënë edhe kjo të bën krenar pastaj edhe ty si aktivist politik, domethënë po edhe për komunitetin e asaj pjese, domethënë që dikush duhet me ngrit zanin për ato probleme. A i ke ra pishmani që ke hinë politik? Ma ndit të hinë politik të e pa strukturën. Ma të hinë vërtetën? Nuk i kam ra pishman, po them që i kam ra pishman, po përmes politikës sash që kam mujt me ngrit shqetësime të ndryshme për probleme të ndryshme, me thonë të qenë pjesë aktive, sepse politika kërkon angazhim. Edhe është e gjanë. Është e gjanë, ka probleme ndryshme, pastaj qytetarët thrasin, njoftojnë për probleme, dush me shku, me taku, me dëgju,
qa është problemi, a duhet me u diskutu në kuvend. Ama jo veç kur është puna për vota. Jo. Une arsyeja pse jetaj në fshat, Edhe kjo është pikërisht kjo, sepse nuk mundesh ti me qenë ofër qytetarit ndryshe. Nuk mundesh me jetu në qytet edhe me përfacu një fshat, për shembull, po të qenë ofër tyre, të i ditë brengat e tyre, hallet e tyre, problemet e tyre cilat i kanë, mendoj që kjo është ajo arsyeja kryesore. Nuk i kom rapi shma lapi, sepse është një punë që e bëj me shumë qef, dhe thash përveç punës cilën e ushtroj. Gjej kohë që edhe këto problemet të ndryshme t'i trajtojmë. Shumë mirë. Është e rëndësishme me ngritë zonën sa më shumë. Masnjë edhe përmes politikës, ne e dimë se cili prej atyre që është sonë në politikë, i ka arrit qëllimet jote edhe të vetat, po edhe qytetarëve të tjerë. Ajo që kam bë më shumë përshtypje gjithmonë, sare që ju shonë në për poste, në për vende të rëndësishëm, po edhe jashtë në për tavolinat të ndryshme të miqve tonë të përbashkët. Dashnia, etika që e ki, edhe më bëm përshtypje thjeshtësia. Nga buran krejt kjo, duke qenë një djalë i suksesshëm në një botë. Edhe teker, se politika nuk është që që butë. Labi thash që arsyeja pse është kjo përshkrim që e bone ti është... E meritojnë këtë përshkrim, biles më shumë. Faleminderit për konsideratën. Labi në më do Je shumë i thjeshtë. që t'jem i afërt me gjithë, t'i dëgjoj gjithë, dhe atë çfarë kam për të thonë. Edhe pastaj ato shqetësimet e tyre, problemet e tyre, t'i adresojmë, t'i japim zgjidhje, t'i japim një kohje, po pastaj edhe profesioni, dhe me thonë, cilin e ushtrojmë, dhe me thonë, na ka kriju afërsi me njerëz, dhe me thonë, sepse kemi profesionin e tillë që duhet të jemi sa më të afërt, sa më komunikues me të tjerët. Edhe pjesa tjetër është interesante që raportet e tua me kolegë, me politikanat e tjerë dhe me partitë e tjera janë ekstrem shumë të mira. Kjo më gëzon shumë me thonë të drejten, se kjo ju bën me konë edhe më sukses shumë besoj. Po Labi, unë kam raporte kolegiale me gjithë, dhe me thonë, edhe me gjithë përfaqësues të partive, u bën një kohë gjatë që një pjesë aktive e politikës në nivel lokal gjithmonë. Në fund të ditës ne jemi miq Labi, pavarësisht orientimeve të cilat i kemi, me thonë, në fund të ditës ne jemi miq, jemi shok. Këta duhet ta dallojmë, me thonë, politika është brenda një debati, një diskutimi, kemi qëndrime të ndryshme, edhe mbaron ai diskutimi, përndryshe shoqërinë duhet ta ruajmë, ta kultivojmë. Jemi ndo gjanat, politika dhe jeta e asaj. Patjetër që duhet t'i ndojmë jone, po gjithë secili, dhe me thonë, ta lërsojmë mikun, kolegën, e thash që unë kam raporte me gjithë. Po, kjo duket edhe e thash edhe unë, e thash. Pas gjithë këti rrugtimit tonë, pas gjithë lodhje mundeve, sakrificave të mëdhaja, lodhjes në politikë që është goxhe e vështirë, mendoj që është një person që ty krejti, ti bën lule, është vajza jota. Po, unë jam i martun, Labi, kam një vajzë që quhet Luna, po që kjo është Luna. Tash Luna i kam vush 5 vjetë, është një vajzë shumë e gjallë, e që mu më ka plëcu shumë. Dhe me thonë, kur ka lind Luna, kam fillu me po jetën më ndryshe. Dhe me thonë edhe po, Luna ma hekat stresin që krijohet gjatë ditës me lojnat e saj, është shumë aktive, kërkon shumë kohë, dhe me thonë që duhet m'ja kushtu një pjesë të kohës edhe Lunës, është një vajzë e mrekullueshme, jashtëzakonshme, shumë aktive, shumë energjike, dhe me thonë që dën angazhim edhe kjo e kërkan atë kohën e saj që ka plotësisht të drejtë, sepse duhet t'i kushtojmë ku edhe fëmijëve ta. Shumë mirë. Amer, ne tash jemi veç ka fundi.
A përshë së shpejt ka shku koha bashkë të folë. Unë menoj që kemi mujt mi përthëku disa prej momenteve të rëndësishme të juajat, por para sa me mbyllë emisionin dhe para sa me të dhënë fjallin ty për me thonë një mesazh, më lejo me të falenderu për gjithë shka që po bëm për qytetin e Ferizajt, që e dinë sa shumë e dulë qytetin e Ferizajt. Faleminderit që po bën gjithë shka për këtë rinji, dhe faleminderit që po jep shembull goxhet mirë të rinjia jonë. Jom i lumtur dhe krenar për gjithë arritjet e tua, edhe në politikë, edhe jashtë saj. Ajo që ka të bën më të veçantë e thash, po e thëm pak edhe me za, pak më të lartë që njerëzillaku. Të lumë që po din me mbajt, hermetikisht edhe me kanë aty ku ti e meritan. Unë jam i lumtur sot që kemi nda këtë studio bashk, pas tentimeve të bashkëta, sepse unë gjithmonë kom pa një djalë me vizione shumë të mëdhaja të ti. Faleminderit shumë për vlerësimin. Thash që është hera parë që po vim në emision të këtij formati. Zakonisht ne jemi mësuar që të shkojmë në për emisione ku diskutohet për projekte të ndryshme. Labi, mendoj që kemi obligim gjithë se cili të kontribuojmë aq sa kemi mundësi të angazhohemi, sepse fundja jemi qytetarë të vendi, edhe kemi për obligim që se cili nga ne të japim kontribut sa do pak në mënyrë që ky shteti jonë i ri të ndërtohet sa ma mirë. Sigurisht që ka gjithmonë vend për përmirësime, do të thonë që a do të punohet më shumë, sigurisht që do të punohet më shumë, po me një angazhim të përbashkëm, në shpeshherë ju them, që duhet gjithë se cili prej neve, sepse në fundit gjithë kemi përgjithësi, që të kontribuojmë të angazhohemi sa ma shumë, sa ma tepër, në mënyrë që pastaj edhe punët na shkojnë më mbarë e më mirë. E du një mesazh për krejt ata të cilët dojnë, të vlerësojnë dhe të çmojnë. Kështu që kamerat janë krejt në fokusin tanë, edhe du një mesazh që të buron për shpirtit. Faleminderit gjithë atyre që na kanë mbështet, na kanë përkrahur gjatë gjithë rrugës, po edhe që na ndalin në rrugë e na jepin fjalë të mira, motivuese për me vazhdu, për mos me u ndal me punu të mirën e përbashkët. Ju faleminderit përzemërsisht. Amer, faleminderit edhe një herë, edhe mos u ndal asnjëherë. Pavarësisht që ka gojë e liga, ka njerëz që dojnë edhe me na shkëput rrugët, ose me na dëmtu gjatë rrugës, kështu që është shumë e rëndësishme me ecë edhe mos më ndal. Fund ditës secili ka për me thonë diçka për neve, po na nuk duhet asnjëherë më ndal prej vizioneve tona që ja kemi vendosur vetes. Faleminderit që erdhe sonte, faleminderit për shembullin e mirë që ju e jepni më së miri. Faleminderit shumë edhe një herë, shumë faleminderit. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkëbiseda jonë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.